Kërcënohet me thik punonjësja e marketit në Tiranë një person I vjedh lek nga kasa. Një person I pa identifikuar ka grabitur një market në zonën e Ysberishtit mesditën e sotme duke përdorur kërcënimet me thik. Sipas informacioneve paraprake, autori ka kërcënuar punonjësen e kasës dhe ka arritur të marrë një shumë parash, konkretisht xhiron ditore që ndodhej në Ark, e cila dyshohet të jetë rreth 90.000 lekë të reja, por shuma e saktë pritet të verifikohet. Gjatë tentativës për të ndaluar autorin, punonjësia e marketit kasjeria ka pësuar një dëmtim të lehtë në dorë nga mjeti prerës. Ajo është dërguar në spital ku ka marrë ndihmën mjekësore, ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas marrjes së parave, autori është larguar menjëherë nga vendngjarja dhe është dukur në zonë. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.